Në muajin shtator u mbajt kampionati shtetëror i taekwondos, ku klubi Taekwondo Team Besa mori pjesë me 18 sportistë të rinj, të cilët u konkurruan në 2 disiplina, lufta dhe pumse, duke arritur një sukses të jashtëzakonshëm me gjithsej 23 medalje të fituara, 7 të arta, 7 të argjenda dhe 9 të broncta. Përveç rezultateve individuale, ekipi i Besës u rendit edhe në eventin e tretë ekipor në disiplinën e pumse, çka tregon për përgatitjen e mirë dhe punën e palodhur të sportistëve dhe trajnerëve. Ne biseduam me trajnerin Nikol Gegaj për të mësuar më shumë në lidhje me këtë kampionat, përgatitjet që i paraprin garësi dhe emocionet pas sukseseve të arritura. Po vërtet, vikendin e kaluar, u mbajt kampionati shtetëror apo kampionati Malizi për në 2 disiplina, në pumse edhe në lufta, domethënë për të gjitha moshat, nga pioner, kadet, junior dhe senior. Apo ashtu edhe për ata që janë master, pra master do të thonë mjeshta, cilët kalojnë 30 vjetë dhe të gjitha kategoritë u ishin përmbledhur. Mirë po, klubi Besa duel vetëm me 18 garues, sepse në moment të fundit vetë organizatori apo federata e Malit Zi ban një ndryshim dhe kërkon nga ne që fëmija, mosha, kadet, junior, senior të blejnë shputat elektronike i cilat kushtojnë afro 100 euro, për se cilin edhe ne vendosëm që mos të marrim pjesë sepse menduam se spaku dhe federata ka mundësi të organizojnë me një buxhet që ka 120.000 euro, spaku të let palë që mund të rentoj të japin, andaj edhe vendosëm që mos të dalim, por duelim ma shumë në pumse, pra pasi që kemi edhe një gjenerat shumë fillestarësh, edhe ashtu vërtet duel. Morëm pjesë, në fundit them mjaft i kënaqur jam, edhe pse kem muj dhe ma shumë rezultet të mbajmë, por 23 medalja prej 18 garuese sepse disa kanë marrë pjesë në 2 disiplina. Edhe u dekoruan në më disa pejt e tyre të cilët sigurisht do të ndëgjoni nga ata vetë në 2 disiplina, edhe lufta edhe në pumse që nuk është e lehtë, sepse paralelisht ndonjëherë qëllon masi që organizimi nuk mbahet ndames, që na shpesh, edhe unë si vetë cili jam shumë kritik në asaj mënyrë që mbahet nuk ndahen kampionatet, po i banë gjitha me i kryer një ditë me hjek punë, vetëm me çpor punë, fatkeqësisht, edhe pse është kampionati shtetëror, por vetë ashtu e bajnë, ajo nuk është e mirë për fëmijë. Prandaj edhe nuk kanë mundësi, për shembull, ata që janë kadet marrin pjesë në junior, apo ata që janë junior të marrin pjesë në senior, që rregulloria e lejon, domethënë, edhe kanë mundësi të bëhen, si thohet, kampionat të dy fishtë, edhe në atë kategori, edhe një anër, edhe në tjetrën. Edhe kjo, prandaj edhe nuk ndolli, por kryesia tashme që është, që ullhec tash sa vite, fatkeqësisht kështu i ban krejt këto gara, me çka ne, unë si trener me një përvojë të gjatë, nuk jam fare i kënaqur, sepse kishte më dashtë më dhanë një rëndësi shumë më e madhe kampionati shtetëror, pra kampionati Malizi. Pra, siç thash, dole mirë, 7 arta, 7 argjenta dhe 9 bronzi, pra në të 2 disiplina. Do të them se disa sportistë dullin edhe ma mirë se shprita, në disa s'kishim aq konkurencë, por ishte me rëndësi prezentimi i tyre, dhe normalisht se cili ashtë na është kampion shtetënor, edhe pse ndoshta nuk ka pasat konkurencën e duhur, se është duke u zvogluar numri. Vetë federata, vetë World Taekwondo, dhe më në sjellat mënyrë me disa rregullore cili shumë janë duke larguar sportistat, sepse është ma shumë komerciale, por në anë tjetër është duke u rritur dhe duke ofirmuar tradicionale, çka ne si klub Besa tash 1-2 vite jemi kthy ma shumë në stilin e tradicionales, ku duhet s'paret i herë të respektohen rregullat, të respektohet uniformat, të respektohen jo të shkohet nga anë komerciale, që vetëm ana komerciale të përcjellet. Dhe kjo ishte ajo taekwondoja e parë që filloi viteve themi 7-8 dhe patkeqësisht
nga 2010 ka filluar të zbehet të humbën vor taekwondoja atë vlerën që e kishte përpara, prandaj edhe është formuar federata tradicionale e taekwondos. Sa të vështire ishin garat dhe si pritën fëmijët? Po të themi gjithë fëmija, se disa kishim që dolin herën e parë. Normalisht aty janë emocionet prezent, kur janë edhe prind afer, edhe shpesh herë edhe kur janë prind ata nuk mund të tregojnë atë rezultatin e duhur cili pritet. Mirë po, mbasi që ishte herë e parë për shumë nga ata, unë jam themi knaqun, normalisht çdo herë duke sugjeruar dhe kritikuar ato gjanat të cilat mos t'i përsërinë, mos t'i bajnë. Në këtë rast kishim, sa i përket punësve, kishte aninim, nga ana Nikolës Junça, i cili më ndihmoi në përgatitjet për punëse. Sportista, po ashtu, edhe disa sportista që ishin senior, edhe sot edhe janë ndihmës të trenera, si ishin aty në të rast edhe Leo Gegele, Benani Jusuf Gjoka, i cili në ndihmon, sepse në 3 tapeta u zhvillon garat, edhe ajo ishte që tha që edhe në fillim është shumë problem kur është ma shumë gara se në është të keni 2 trener, vështirë është të i ndahesh të jesh në 3 tapete, e sidomos një fillestarit mos t'i qëndrosh nëse jam mësor, unë t'i qëndroj pranë, dhe pastaj qëndron dikush tjetër. Kreta të jenë në vështirësi, por le t'jenë një përvoj e madhe për gjithë ata. Do thotë klubi juaj ka fituar vendin e 3 në disiplinën e formave. Sa rëndësishme është kjo arritje për ju si ekip? Si ekip, për ne kemi mësuar çdo herë me rezultate të larta të bajmë, por është sukses me këtë gjenerat. Normalisht është sukses për gjeneratën që duke ardhur se të regojmë se kemi të interesuam edhe në punëse, ajo baza. Pastaj nga ata rilindin edhe ata që dalin në lufta, sepse jemi duke i kufizuar sparit, kemi dëshirë një 2 vite, 3 të parat, kënë përvoj ma shumë në ushtrimet bazë, pra të pumseve, teknikës bazë, dhe pastaj eventualisht sepse shpesh herë ndodhë që bastarlo teknika vështirë fëmija, pastaj të kthehen në atë rrugën e drejtë që duhet të punojnë. Por duke ditur edhe kushtet tona dhe situatën tonë, dhe më thonë, këtë klubi pa budget, themi pa anim nga komuna, pa anim nga ministria, vetëm vullneti i math edhe i prindve, edhe imi personal me punuar, por shihni rezultatet nuk mungojnë. Para mendojnë të kishim përkrahjen, ashtu si që kishim e dasht edhe nga ana komunës, edhe pse ne nuk aplikuame sepse reguloret që janë ndryshua fare, ta 30 e sa vite, dhe më dhëna ata që ka pas DPS-it, njëjtën gjë kanë vazhdua dhe këtë pushtet me ato reguloret vjetra, që cilat vërtet nuk japin fryten, derisa s'ka ndryshime, derisa s'ka përkrahje të duhur për fëmijë tonë, të cilit duhet të kenë barabartë rezultatit me arë lypet me punë, dhe më thonë me punë, por normalisht edhe me përkrahje. Se vetëm atër mund të logarisim në ta që të ecin shumë larkë dhe të arrim rezultate si që kishim edhe për para balkanike, evropiane dhe botërore. Dërsa asaj përket interesimit për antarësimin e të rinjve në klub për këtë sezon, ai shpreh se interesimi po rritet çdo vit dhe se sporti i taekwondos po tërheq gjithnjë më shumë fëmijë që duan të zhvillohen në mënyrë të shëndetshme me disiplinë dhe frymë garuese. Po vërtet kemi, dhe më thonë, themi antarë të ri, ende janë duke u regjistruar, më në është kryesisht shtatori dhe tetori, është përsëria pas vitit të ri kemi po ashtu një regjistrim, edhe në pranverë të vonë kemi po ashtu në ato 3 cikle kryesisht kemi ma shumë që regjistrojmë. Edhe punojmë në 2 grupe, punojmë dhe më thonë, i kemi adaptua stërvitjet që mas mësimeve, kur i kanë të mjanë orarë, dhe më thonë mas orarit mësimor, ndërsa ata që mësojnë turnin e parë e kemi orarin ma të hershëm. Po ashtu, kur është nevoja, ushtrojmë pëthuj se gati çdo ditë, kur duhet, noshta një pe këtyre gjenerata do të vazhdojmë edhe ma shumë me stërvit edhe me ushtrime të mëngjezit, kur të jetë nevoja dhe kur të pjekën rrethanat edhe me ta të punojnë sepse vërtet duhet të kalitën pak të këni një përvoj për të mësuar në të regjim, se nuk është lehtë kur duhet me stërvitur në ditë 2 herësh apo 3 herësh, por ajo është për nivel ma të lartë.
por shpresojmë që kjo gjenerat tregon se ka baza, do shohim sa do të punojmë, por nuk mjafton bazat dhe puna jonë, por duhet të kemë prekrahjen një mbasnishme, sepse edhe na jem pjesëtarë, jem qytetarë të Malësisë, duhet të kemë edhe atë pjesën e buxhetit të ndahet për të nxjerrë njësoj, mendoj se ashtu është më drejt edhe të kenë shansën të nxjerrë njësoj. Jo vetëm ata në futboll të kenë gjitha shansat edhe të jenë të paguam, e na të paguajmë për me u marrë me sport edhe me sjellë rezultate edhe me promovua Malësinë tonë, më thonë edhe Tuzin. Po sa i përket planeve për të ardhmen, ndoshta pjesëmarrje në ndonjë garë apo çfarë është në plan? Po kemi një garë në Bosën, pastaj eventualisht edhe në një garë në Kroaci, deri në fund të vitit, po ashtu edhe tradicionalin mbajnë kampionatin e klubit i cili mbahet në muajin dhjetor. Pra të gjithë së bashkut, të gjithë antarët, sportistat, bajmë një garë mes vetit, dhe aty në të gjitha disiplinat, dhe më thonë pak në mënyrë ma ndryshe bajmë për pos luftave dhe pumseve, bajmë edhe në kik, në ramjet, shojmë shkatësit e fëmive, dhe po ashtu edhe bajmë edhe në demonstrim, provojmë edhe vetë mbrojtje. Të gjitha lamit e elementet e taekwondos du të përmbledhen dhe du të bëhet një ditë e përmbledhje ashtu si duhet për sportistat tonë. Për këtë kampionat edhe vetë garuesit ndanë emocionet e tyre për televizionin tonë. Si quhesh dhe sa vjeç je? Unë quhem Bëlet Boja edhe jam 12 vjeç. Unë quhem Zejna Haxha edhe jam 12 vjeç. Me tregoni se si jeni ndije kur morët vesh që do të merrni pjesë në kampionatin shtetëror. Unë ndjeva shumë i gëzuar sepse trajneri ka pa shumë zgjedhje tjera për me zell, por më ka zgjedh mua. Unë u ndjeja shumë e mirë edhe e gëzuar. Cilën medalje fitove në kampionat? E kam fituar bronzën nga pumse. Unë fitova medaljen e artë në forme. Po kundërshtarët ishin të fortë? Fatkeqësisht nuk isha kundërshtar, por pikët i mora të shumë të larta. Po janë ke, shumë shtirë. Me trego edhe se tash sa kohë je duke ushtruar në taekwondo? Që i vjetë. Unë jam duke ushtruar 1 vjet. Dhe kush ka frymëzuar ty me filluar, pse ke filluar? Më ka frymëzuar familja. Mua, familja dhe shokët e shoqet. Mirë, dhe tregoni përafërsisht si duket zakonisht një ditë stërvitjeje që bëni këto. Një ditë stërvitje duket shumë e bukur sepse taekwondo ti mbesa është si shok dhe shoqe dhe jam më i mirë në Maltësi. Duket i mirë, por ka herë edhe i shtirë. Po, si arritimi balancua dhe shkollën, edhe garat dhe stërvitjet? Treningu nuk na afekton shkollën as pak, se pas mësimeve e kena, dhe me thënë nuk na afekton as pak, kena dhe kohë edhe me pësua. Unë më një disiplinës arriti ta gjej kohën për shkollë dhe për taekwondo. Mirë, dhe me tregoni momenti më emocionues gjatë gares cili ishte? Momenti më emocionues për mua ka qenë në kampionatin e Maltëzi kur e mora medaljen e artë. Për mua emocionale ma shumë ake kur hupa e në Karlova Copën. 3, 4, Unë jam Asja Pepić, edhe 12 vjetë. Unë jam Leila Feluçki Qlet. Cilën medalje ke fituar në këtë kampionat? Unë mora vendin parë. Të lumte, si u ndjeve? Shumë mirë. Unë modela Ani Art me të bronzit. Period. Këmë Skoj, hopa, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3. Unë quhem Rina Tesha dhe kam 9 vjetë. Unë quhem Elina Lëgjura dhe kam 9 vjetë. Në cilën klasë je? Unë jam në 4. klasë. Unë jam në 5. klasë. Me tregoj se si e ndje kur ke marrë vesh se do të marrësh pjesë në kampionatin shtetëror. Unë ndjeva mirë, ishte eksperiencë. Cilin vend ke fituar ti? 3 vatë. Cilin vend ke fituar ti? Unë kam fituar vendin e dytë. Dhe me trego pak për kundërshtaret, janë kënë kundërshtaret e fort në garë? Po, kam pak kundërshtarët e forta, po kam jap
Maksimumin tim. Tash sa kohë ke fituar në taekwondo të ushtrosh? Tash 3 vjet. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Unë jam Jozefa Thone dhe kam 11 vjeç. Unë qëmë Mateo Vule dhe jam 11 vjeç. Ju keni marrë pjesë në kampionatin shtetëror, cilin vend apo medalje keni fituar? Unë kam fituar 2-tin dhe 3-tin. Unë kam fituar vetëm e 2. Dhe si jeni ndije? Unë kam ndjesim e gëzuar. Jam ndje shumë bukur. Po me tregoni paksa për kundërshtarët, ishin kundërshtarët e fortë? Kundërshtari i parë nuk ishte gjithaq i fortë, po i dyti ishte pak më i mirë. Po kundërshtari im ishte i fortë. Po si jeni përgatitur ju për këtë garë, ju ka ndihmuar trajneri, keni bërë stërvitje të shumta? Po, kem bërë stërvitje 5 herë në javë dhe jemi stërvitur mirë. Mirë, dhe me tregoni që kur keni filluar ju të ushtroni këtu në taekwondo? Unë kam filluar tas 2 vite. Dhe pse të pëlqen taekwondoja? Sepse më ne vetë kontroll dhe besimin veti. Unë ushtroj tani 3 vite e gjysme. Dhe pse të pëlqen, ose çfarë të ka frymëzuar të fillosh? Po, i të e-sporti më ka pëlqyer që kur kam qenë fëmijë. Dorë të mbenj, majtas djathtas, jo desno. Ok, shkëm kra, ramena, anak, dur, net, set, tas, jas, ilku, aha, dur, jër, pjetra. Anak, dur, net, set, tas, jas, ilku, aha, dur, jër, para kravi. Anak, dur, net, set, tas, jas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, shumë gjyë, këllena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, e majta para. Taekwondo konsiderohet një nga sportet më të kompletuara për zhvillimin fizik dhe mendor të fëmijëve. Ai ndihmon në forcimin e trupit, përmirësimin e qëndrimit dhe përqendrimit, si dhe nxit respektin, vetkontrollin dhe këmbguljen, vlera që ndihmojnë fëmijët jo vetëm në sport, por edhe në jetën e përditshme. 3, 4, 10, 2, 3, 4. Ok. Vazhdo, nastavi. Ajmo. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3,